Kërkesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve për rritjen e pagave sipas qytetarëve të Vlorës është e papërshtatshme, për vetë faktin se aktualisht ata paguhen me paga miliona lekësh, ndërsa pagat dhe pensionet në vend vazhdojnë të jenë qesharake. Për Blu Televizion ata thonë se janë ndjekës të rregullt të këtyre zhvillimeve që ndodhin në rang vendi dhe këtë kërkesë shohin si të pavend. Vlonjatët thonë se nëse do të ketë rritje, duhet të fillojë nga pensionet për të shpërblyer njerëzit kontribues ndër vitet të qytetit. Duke vlerësuar punën e togave të zeza, ata thonë se nuk janë të kënaqur, pasi ka shumë vend për përmirësim. Për rritjen e pagave të tyre, ndërkohë që një pjesë shumë e madhe e buxhetit të shtetit shkon për pagave. Jo, ata kanë një farë drejtë, se kur shikojnë që balluku po ngopet me miliona, pse mos marrin dhe ne, që po hymë në konflikt me gjithë popullin, dënon njërin e, ata s'kan dënon njërin që po demek që dënon njërin edhe tjetër. Po ka një anë, shikoj dhe gjithë privilegje, se ne shqiptarët e kemi morrin kurri se unë tam listë, thëmë edhe kështu që të mburemi që kemi rrogë të madhe, po jo, ata kërkojnë koçmandira, të kërkosh ato rrogë tash, kur unë s'kope me bukë, po hapshesh me ujë, dhe ata të kërkojnë 5.000-6.000 euro në muaj, kjo është që kështu dhe shumë. Këta kanë hapur garë, që nga prokuroria, gjykata lartë kanë, e gjykata, e ministra, gjithë kanë hapur garë kush të ngopet më shumë e kush vjedh më shumë të shtetë. Unë në them shumë gjyqtarëve, sa ndërgjegje kanë të zbatuar ligjin e parë. E dyta, ta krahasojnë me pagat që merr populli, dhe që anti pensionistët e shkret. Dhe pasaj të flasin, një kohësisht të shikojnë edhe një herë mirë ligjin që ka bërë Kryeministrave, bashkë me parlamentin, sigurisht. Kryeministri ka drejtë. Pari bret, nuk u ngopën akoma ata? Gjitha të farë edhe pensionit në 100.000 lekë, në 150.000 lekë. Ata, qofse s'u pëlqen, të ikin se vinë të tjetë të rinë ka marrë shkollën, e po rinë rrugëve dhe ata e mbajnë akoma vetë për korupcion, për të vjedhë, janë gjithë. Ata e kanë maksimale, duhen akoma më tepër. Ne pensionistat kemi punuar 20 vjet edhe me zi shtyjnë muajna, çfarë diskuton? Ore, ato paga që kanë ata për mua nuk e meritojnë të Italia dhe. Po vonë shikohet. Jo, me që dosit ka vajtu me qindra mira, dhe stokja atje, edhe i proces vetë disa muaj, për mua puna nuk është normal atje. Dhe ata janë inaktivë, rinë janë pasivë, sot për nesër, e vetë shtyjnë me hinë të të. U them atë e di shteti, si për gjyqtarët, si për për pensionistët, për gjithë kuadrët. Dhe tani mirë jemi, po të mbarrin të gjykojnë si që duhet gjykuar. Mi po, tash edhe pagën duhet të arrisin nga kryeministri nuk duhet ndryjnë atë, po kur i vjen koha që mundet ta ngrejë pagën e gjyqtarëve gjithëve. Më herët në lidhje me kërkesën e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka komentuar dhe kryeministri Rama, i cili e ka quajtur këtë kërkesë një çmenduri. Rama i ka cilësuar gjyqtarët dhe prokurorët si më të privilegjuarit në rang vendi.